Cristian Aslani nisi titullar ndeshjen ndaj Veronës për javën e 35 të Serie A dhe shfrytëzoi më së miri këtë rast. Mesfushori kombëtarit shqiptare shënoi Koiçë në minutën e 90 të ndeshjes, duke shndruar në gol një penallti të fituar nga Interi një minutë më parë. Cristian Aslani tregoi një qetësi për t'u admiruar duke hedhur portierin në krahun tjetër dhe duke dërguar topin në rrjet.